Kompania Alkos Group përuroi sot objektin e ri në Ferizaj me një hapësirë rreth 40.000 metra katror. Kjo qendër u cilësua si mundësi mirë për të përmirësuar edhe më shumë ekonomi në vendin ton dhe po ashtu rritjen e mirëqenies për Ferizajasit, duke shtuar edhe numrin e të punësuarve aty me rreth 60 punëtor. Drejtori Alkos Group Ramiz Kelmendi tha se kompania që ai udhëheq do mbështes fuqishëm prodhimet vendore. Është një objekt i karakterit të përgjithshëm, këtu ka përveç produkteve ushqimore të tjetë edhe produktet e prodhuara nga druni, nga tekstili, nga hekuri dhe shumica produkte të tjera, pra të gjitha ato produkte që prodhohen edhe në Kosovë dhe do të jemi mbështetësar të fuqishëm të prodhimit vendor edhe në vend, po edhe në eksportet e shteteve fqinje. Siç e dini ne, Alkos Group është duke punuar shumë në sferën e mbështetjes së bujqësisë. Jemi në funksionalizim të fuqishëm të një qendre agrare në Shqipëri, për të cilën mendojmë të bëjmë një eksport të jashtëzakonshëm. Kemi nënshkruar shumë kontrata me shtetet e ndryshme të Evropës dhe besojmë që vetëm nga Republika e Shqipërisë si Alkos Group do kemi një eksport prej 1 miliard kilave në 4 vjeçarin e ardhshëm. Me këtë rast do të fillojmë të bashkëpunojmë edhe me fermerët e Kosovës në mënyrë që provojën e Shqipërisë ta bartim në Kosovë, që të ndihmojmë edhe në procesin e eksporteve të prodhimeve bujqësore. I pranishëm në këtë përurim ishte edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i cili theksoi se hapja e kësaj qendre shënon një progres në ekonominë e Kosovës dhe veçanërisht të qytetit të Ferizajt, nga se përveç produkteve që kjo qendër do të ofrojë, do të ndikojë edhe drejt për drejt në uljen e papunësisë. Është një hapësirë që ju sigurohet prodhuesve vendor, dhe në qoftë se shifen produktet e tyre, ato nuk dallojnë fare nga produktet e prodhuesve që ne importojmë në Kosovë, prandaj është shembullim më i mirë me pasë sa ne po bëhemi konkurrent në tregun e brendshëm dhe në tregun e jashtëm, dhe konsideroj se është një kontribut i veçantë për komunën e Ferizajt, edhe në pikpamje të punësimit, edhe në pikpamje të ofrimit të mallrave dhe të shërbimeve që ne i kemi në Kosovë. Ndërsa kryetari i Odës Ekonomike Safet Gërgjaliu tha se sektori privat është duke u avancuar ditë më shumë në Kosovë. Ky vit karakterizohet me disa ecuri pozitive ekonomike. Në rend parë është një vit i disiplinës financiare, në rend dytë është një vit i ndaljes së tenderomanisë masive, është një vit i fiskalizimit dhe është një vit i marrëveshjes për rastësim stabilizim, që janë 4 shtylla që e karakterizojnë ambientin biznesor në Kosovë dhe kuptohet edhe raportet e institucioneve kredibile ndërkombëtare e dhajnë një vulë të qëndrueshmërisë ekonomike, por duhet pranohet që sektori privat vërtet ka bërë hapa shumë tepër dhe më të avancuar se politika, për çka jemi mirënjohur. Kurse kryetari i Ferizajt Marem Sfarqa tha se Ferizaj po bëhet qendër e zhvillimit ekonomik. Po shënojmë një vit të rëndësishëm i cili po e realizon ëndrrën tonë që Ferizajin ta shndrrojmë në një qendër të zhvillimit ekonomik, siç po shndrrohet tash në një qendër të rëndësishme tregtare bashkë me kompanitë e tjera, Eliabin, Viven, Viva Fresh, Gamën e të tjera të cilat po kontribuojnë që të ketë një qarkullim më të madh të mallit, një asortiment më të mirë, një konkurrencë të zhvilluar dhe hapje të vendeve të reja të punës si garancë për rritjen e mirëqenies ekonomike dhe sociale. Objekti që u përurua sot posedon hapësira rekreacioni, dyqane si dhe parking të brendshëm dhe të jashtëm. U bë e ditur se kompania Alkos Group planifikon që vitin e ardhshëm objekte të tilla të përurojë edhe në Shqipëri, Maqedoni dhe Maltëzi.